Sa herë vim Prishtinë, kam shumë nostalgji. Edhe them kështu me nostalgji dhe me shumë madhe se unë nuk po e njoh Prishtinën e viteve 2000-2004, veç kam diplomu. Po, megjithatë ajo lidhja edhe shpirtërore edhe studimore dhe ajo lidhja e jonë e gjakut, s'na bon me ndi lodhja, s'me ndi largësi asnjëherë. Na keni mbet pak si keq, që atje në... Shpresojmë se do... Kushtimisht nuk është një ndarje veç e kufive, po ndonjëherë ta lënë përshtypjen që është pak sfidë me qenë aton. Unë them, ne të gjithë që kemi mbet atje jemi heroj, se vërtet është e rëndë. Po, kemi mbjetu, do të vazhdojmë, të mbjetojmë, të punojmë, të veprojmë, edhe gjithmonë duke shpresuar se një ditë do të jetë më mirë. E the, gjithë ata që kemi mbet, diçka që të lënë me nënkuptu që shumë të tjerë e kanë lshu Bujanocin edhe kanë dalë kënejnë. Kjo është sfida më e madhe, se kohëve të fundit, me të vërtet Lugina, bosha diskati. Në shkollën që unë e drejtoj, në vitet 2010 ka filluar ajo rramja drastike, deri atëherë shkolla marrëm kadriu numëronte mbi 1200 nxënës. Tash viti shkollor ka fillu 2024-25 me 450. Kjo është sfida më e madhe që është preokupimi më i madh. Në cilin vit të? Diku mas vitit 2010 veç ka fillu rramja. Do më thonë është 100% rramje. Rramje e lartë, sot shkolla ju numëron veç 456 nxënës. Ndërje shkolla më e madhe në Komunë Bujanocit, shkollë në një fshat ndër më të madhe në Ballkan. Kjo është, po gjithmonë duke shpresu se do të jetë më mirë. Po ka fillu edhe ajo, shpesh na vjen me thonë se edhe ajo drita në fund tunelit ka fillu të zbehet. Po na duhet me vazhdu, duhet me punu, duhet me kontribu, se vendi është i joni dhe duhet me bo më të mirën, gjithë se cilin për atë shka është i thirrur, për atë ku duhet me dhonë kontributin edhe shpresoj që do të bëhet mirë.